Ishte kjo kamera fshehur nga misioni prive i cili u realizua në banesën e Blerës, shpresojmë të mos jetë shqetësuar edhe shumë. Kaluse edhe kjo. Vazhdojmë të ujtemi një tjetër material për mbrëmjen e sonte. Po si kur kishte qëndruar aty nga edhe e nisi, me siguri shumica prej nesh do kishim shkuar për t'i ndrequr dhëmbët e kaj. E kam fjalën për aktorin Ylber Bardhi, i cili para se t'ja nis aktrimit filloi studimet për stomatologji. Për detaja më të hollësishme sa i përket punës, karrierës dhe jetës personale të tij, e kuptojmë bashkë nga vetë Ylberi në një material të përgatitur enkas për të. Nisi të bëhej stomatolog, por jeta e tij mori tjetër konotacion me t'u kyç në aktivitetet shkollore. Idenë se kom pas për aftërim. As nuk më ka marrë mendje që nëherë kam marrë me aftërim. Po në shkollë të mesme jenë bërë disa shfaqje kulturore që kanë thonë gjatë domethënë shkollave të mesme. Edhe aty jem caktu disa nxënësa për shkollave. Mu rastësisht më ka zgjedhë një uni prej profesorave me qenë pjesë e një shfaqje. Jem futur në shfaqje, kam marrë pjesë, jem zgjedhë si aktori më i mirë i gjitha shfaqjeve të shkollave të mesme në Gjakovë. Ajo shfaqje më ndihmoi pjesë edhe në teatrin amator në Farizaj, ka qenë përpara teatri amatorëve në Farizaj. Edhe aty u shpalla si aktori më i mirë, dhe kështu që kada ka dole, luajta një rol në dy në fakt në teatr të Gjakovës atje. Këto suksese nuk do të vazhdonin sikur aktori Bardhi të zgjaste studimet për stomatologji. Gjithçka u arrit me t'u regjistruar në Akademinë e Arteve të Bukura, dega e aktrimit, e që duket të ishte zgjedhja e duhur. Ka pas fatin në vit dytë me qenë domethënë pjesë e një shfaqje në teatrin kombëtar. Domethënë për mua ka qenë shumë sukses ajo, sepse kam qenë student. Ka qenë regjit e Ilir Bokshit, shfaqja Rikardi III, ka qenë produksioni i teatrit kombëtar. Edhe për mua domethënë atë kohë ka qenë shumë sukses më konë pjesë e teatrit edhe pjesë e asaj ekipe. Ka qenë aty së bashku me Rafet Abazin, me Lerk Qelin, me Ilir Vincin, domethënë për mua ka qenë sukses se unë i kom pa në televizion edhe erdhë vakti që më konë afër të në. Tani Ylberi po bëhet çdo ditë më profesional. Nga shfaqjet teatrale, ai u kualifikua në projekte televizive, një ëndër e secilit student aktrimi. Faruk Begulli, provimet e fakultetit i ka bërë në teatrin Dodona. Gjithmonë i kemi bërë në teatrin Dodona, sepse ka dashur që edhe provimet me pas publik, edhe më mësu studenti, po si një aktor i arshëm më mësu me publikun gradualisht. Edhe rastësisht, po aty kanë ardhur gjithmonë regjizore, kanë ardhur aktorë me na pasi si. Edhe ka ardhur Fatos Berisha, ka qenë Lezja, ka qenë Luanjama, kanë ardhur një pas shfaqje. Luanjama përndryshe ka qenë edhe profesor i gjenerafis një para me, kështu që e ka pas si obligim marrë me na pa. Ndërkohë mandej kur e kanë pa provimin, unë si gjakovar, kam pas një rol Gjakovës aty si gjakovar diçka. Edhe ju ka përshtat ata që kishin pas folë si domethënë më ardh djali i dashur të ndër në familje moderne. Edhe ju kom përshtat si fiziku, si personazh, si diçka. Po unë shërbej çokoladat filon të shërbej për dimën. Pas suksesit në familja moderne, Ylberin po e prisnin në role të tjera. Spitalex ishte destinacioni i radhës, më pas në Kombinati, pastaj në filmat Amadorën, Ada e të tjerë, dhe së fundmi është bërë pjesë e serialit komik Osamir në rolin e Zukës, që për Ylberin del të jetë eksperienca më e mirë deri tani. Mirë po, seriali Osamir ka bërë një bujë shumë të madhe. Të përfshi mos thënë gjithë shqiptarinë. Edhe për mu është shumë kënaqësi nëse unë shkoj diku në Strug, po marr një qytet shumë të larg shqiptar të Maqedonisë, edhe ose në Ohër ose në s'po folim më për Tetov, Gostivar, Komanov. Është kënaqësi kur të nalin njerëz në rrugë, kur ta kërkojnë një fotografi, që për mua nuk ka qenë ma herë kjo. Ka qenë, po ka qenë shumë e vogël. Ose
Tiranë, më ka ndodhur shumë shpesh, sidomos pjesa ka Lezhë, ka Shkodra, ka që e shohim më shumë se sa që, po më ka ndodhur edhe në jug, më ka ndodhur edhe në Ulqin, më ka ndodhur Preshevë, të i përfshi këtë trojet shqiptare. Në të njëjtën kohë, Ylberin mund ta shihni edhe në shfaqje teatrale, pasi ai zyrtarisht është pjesëtar i ansamblit të trupës rezidente të Teatrit Kombëtar. Jemi me shfaqje të Ilir Bokshit, Ferma Kafshë, vazhdon, domethënë në reprizat në teatr. Jemi një projekt tjetër që e kom pas, domethënë vjet, po vazhdon ende me kanë metë edhe disa repriza, është Dashnori në Sime. Dhe vazhdojmë me tash në gjatë mujt tashëm vazhdojmë me një projekt tjetër, projekt radhës në teatrin kombëtar. Përveç angazhimeve në punë, Ylberi po mendon edhe për jetën private. Lidhja me Albina Dyla prej 5 viteve mund t'i çojë drejt ndonjë fejese, e cila edhe është në planet e aktorit nga Gjakova. Që çavonë dhe çuçi e mi, doni kafe? Jo, jemi në besedime me më feju, ndoshta po nuk dihet ku, nuk ka anekdotën e diçka, mas fejesës vjen martesa, kështu që gradualisht, po jemi vetëm në besedime. E po di, tu fol. Ti e rënd. Po përse jo, në pesant, po ti e rënd tash. Po dokumentar për mua. Për jetën. Ma mirë me ku.